atëherë ta bëjmë pyetjen. Apo Ali Bey. Ta bëjmë pyetjen. Pyetja është, a ja hap ky vendim Majsa u njoftua, sepse zbarja nuk është bërë akoma. A e lë kjo mundësinë hapur qeverisë ta rinisë procedurën e shkarkimit dhe nëse po ose jo e para dhe e dyta mendon që do ta bëjë Rama këtë apo jo? Dy pyetje janë të lidhura me së siç shihet. Unë mendoj edhe për të parën dhe për të dytën përgjigjja është jo, sepse tashmë dhe po e përsëris, kushtetuesja na ka thënë që për të shkarkuar këtë post zyrtar, referenca duhet të jetë ky nen kushtetues. Dhe ky nen kushtetues kërkon shkelje të rëndë kushtetuese dhe mungesa në punë nuk mund të konsiderohet e tillë. Pra, unë kështu e lexoj, ndofta jam unë gabim. Po mua kështu më duket. Po s'ka një vendim gjykate që zoti Velie është i dënuar që dalim ke shkelja e rëndë e kushtetutës. Patjetër. Kur të jeti dënuar, pastaj është shkelja e rëndë. Se dhe ajo që thajnë ke Ledi që duhet ta shkarkoj qeveria për incineratorët. Prapë është prezumimi e Keledi. A mundet të japë një shpjegim? Asnjëri s'ka të drejtën, po. Paktën kemi në dorë që të mos biem, ndjes. Shumë shkurt. Që të mos biem në spekulim, po them. Atëherë, pyetja e parë, a ka të drejtë që nga ky vendim nesër tutje të rifilloj një procedurë ex novo të re? Se kështu thoshte vendimi apo jo, Andonë? Plotësisht. Edhe para 2027. Plotësisht. Ka plotësisht të drejtën ligjore, procedurale, që të filloj, sigurisht duke respektuar të drejta procedurale, se këtë thoshte vendimi. Okej. Dhe pyetja tjetër është, e ka këtë të drejtë, po a ka lëndë apo ka bazë për të quar? Dakor. Ky është problem. Atë ky nuk është hiç problem, sepse kjo është çështje fakti. Asnjë nga ne s'mund ta thotë. Mund ta thotë vetëm kur Këshilli i Ministrave, nëse do Edi Rama, nëse do ta fillojë një procedurë të re, duhet bëj këtë gjë dhe nuk po them ndonjë gjë të re, po them atë se çfarë ka ndodhur këtu e 20 vite më parë që sa ky kushtetut është në fuqi në shkarkimin e kryetarëve të bashkive më përpara. Duhet që Këshilli i Ministrave të kryejë një procedurë audituese e rrafshit administrativ në Bashkinë Tiranë, apo dhe një bashki tjetër, mos ta lidhim edhe një bashki tjetër, dhe në qoftë se gjen shkelje financiare, shkelje të kompetencave, shkelje në administrimin që i ka bërë trupës në shërbimet që do duhet të jepte, pra ato kompetenca që ka, me prova, ka gjithë të drejtën ligjore që këto të çojnë në shkarkim të bashkisë. Pra e po thoni që tani e vetmja mënyrë është që qeveria të bëjë një auditim të brendshëm të Bashkisë Tiranës dhe nëse zbulon që ka shkelje të rënda, pra i kërkon Ramës tregohet i sinqert. Po ka një gjë ama. Ose mos fol deri në 2027. Tani dolëm tek kjo që sapo ti kape. Nëse ka shkelje apo jo të rënda Bashkia e Tiranës. Pavarësisht se në aspektin partijak janë shok partije, kur janë në funksion shtetëror, njëri është kryeminist, tjetri është kryetari i një bashkie, ligji dhe kushtetuta mund t'i vendos në pozicione antagoniste, ku njëri të shkarkoj tjetrin, jo për qef, po për shkelje. Pra dy gjëra ka këtu në këtë diskutimi vetëm. Para, a ka bërë shkelje financiare, a ka bërë shkelje në administrimin e kompetencat vetë, a ka shkelje, po themi ku di unë, te incineratorët, te PSD-ja, me që ka filluar një procedurë në aspektin e drejtësisë penale, apo diçka tjetër, dhe mbi të gjitha është, a e merr përsipër Edi Rama që tashmë me duart e veta, jo me duart e Këshillit Bashkiak, të marri përgjegjësinë shtetërore dhe politike. Dhe politike pastaj në shërbim të interesit publik. Ajo se çfarë ndodhi deri tani në fakt, unë prandaj thash që është intrigë. Sepse donte nga njëra anë Edi Rama ta hiqte qafe literalisht Erion Velin, po jo duhet marrë përgjegjësinë politike dhe institucionale. Po kjo nuk shkon. Po, je kryeministër, ke ti një merak se në një bashki punët nuk po shkojnë aq mirë, me që ke ndërmarrë dhe një tur në gusht, shkarko njërin, shkarko tjetrin, nga drejtosit, po ti shkarko kryetarin e bashkisë nëse e ka shkelur ligjin. Kjo pastaj të çon në situatën që do vendosesh, do bësh i keq dhe me të tut. Prandaj unë thash,
që Edi Rama është i dobët sot. Asnjëherë, në këto 12-13 vite, jo të gjitha për meritën e vetë, por dhe për demeritën e palës tjetër politike kundërshtare, i ka dalë gjithmonë edhe me një lloj brutaliteti, me një lloj protagonizmi të tepruar që këtu jam unë zot, unë i bëj marrë dhe përgjegjësinë në mbrojtje të interesit publik. Rasti i parë ishte ky, u fsheh, u tremb, s'pati guxim. Tashmë, nëse do ta shkarkoj, nëse vërtet i qanë shpirti për faktin që metropoli i Shqipërisë. Ti thua s'ndodh kjo? Që të futet një auditim i Bashkisë Tiranës? Gjasat më thonë për jo, deri tani. Indrit, sepse nuk jap dot shpjegime se çfarë bëri deri tani. Për ndryshe pastaj do ishte në luftë të hapur, e mbyllet. Do ishte në luftë të hapur me Erion Velin. A e bën dot? Të shohim. Unë mendoj që personazhet ndryshojnë, koha ndryshon nga përplasja nanometra, por thelbi mbetet i njëjtë. Unë mendoj që Partia Socialiste ka nisur rrugtimin e një çarje të saj. Dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese për mua, nuk kam informacion, por kam intuit politike që më bën të shoh që zoti Veliaj do ndërmarrë dhe hapa të tjera politik kundër kryeministrit të vendit. Pse e mendoj këtë gjë? Ajo që unë parashikoj që do ndodhi në Partinë Socialiste dhe nuk do t'jetë dita e largët, ne s'kemi parë asgjë çka ka ndodhur në Partinë Demokratike. Nëse ne në PD kemi pat debat për një vullë, se kush do ta marrë vullën, imagjinoni çfarë mund ndodhi në një forcë politike si PS-ja ku interesat ekonomik janë të jashtëzakonshëm dhe vjedhjet janë të jashtëzakonshëm. Ju këtë problem se keni pas, se ju e keni pas edhe kjo që thot zoti Ali Beaj, ke pjesa e auditit që mund të nisi kryeministri i vendit ndaj kryetarit tashmë të rikthyer në detyrë të Bashkisë Tiranës, më bën të mendoj që edhe unë po mendoj një lloj që nuk do ndodhi kjo lloj gjëje, sepse këta të dy janë bashkëfajtor dhe bashkëvjedhës në atë që është inceneratori i Tiranës. Të dy kanë kaluar, zoti Veliaj i ka përmendur dhe në gjykatë kushtetuese se si 16 vendimet të Këshillit Ministrave kanë kaluar brenda ditës. Vendimet e inceneratorit. Lejet e ndërtimit po t'i marrim, gjysma e lejes miratohen në Bashkinë Tiranës dhe gjysma shkon në AZT që miratohet, që është në varësinë e institucionit të kryeministrit. Pra, edhe auditimi nëse do ishte, i bie që Rama t'i thot burgut hapu vetë. Dhe unë nuk mendoj që kjo lloj gjëje do shkojë. Por që ne këtu tashmë kemi një luftë brenda Partisë Socialiste, për mua kjo nuk ka më pikën e dyshimit. Se sa fajtor është zoti Veliaj në të gjitha akuzat, unë atë që ka menduar, e mendoj gjithmonë që për gjitha ato, madje për shumë më shumë, ai nuk është akuzuar për gjërat që rëndojnë mbi xhepat e qytetarëve të Tiranës, pa diskutim, por duhet presim, sepse duhet respektojmë gjykatat dhe duhet presim vendimet e gjykatave. Çdo person, qoftë ky i forcës ku unë aderoj, apo i ndonjë forcë tjetër në rastin konkret Partia Socialiste, deri në momentin që nuk kemi një vendim të formës per zotëria është i pafajshëm. Dhe nesër, në gjykimin tim, zotit Veliaj i lindet drejta t'i drejtohet gjykatës për ndryshimin e masës sigurisë. Pa dhe ju thoni që mund t'i drejtohet. Absolutisht që do t'i drejtohet. Jo mund, po për mua do t'i drejtohet gjykatës për ndryshimin e masës sigurisë, për të kërkuar, për të rikthyer në zyrën e kryetarit ka vetëm kushtetuese për shpallur të bashkisë. Të pa drejtë vendimin e gjykatës lartë, më thonë juristët që unë. Po për tjetër, nëse gjykata ka mbyllur të gjitha rrugët gjyqësore, ai mbyllet. Do shkoj prapë kushtetuese. Ka mbyll gjithë rrugët do shkoj prapë në kushtetuese. Tani në fakt, mos u mërzit Andono, se ti kemi rrit e pjesa e mbulsirës. Dhe çështja e zotit Veliaj tashmë ka shkuar për gjykim dhe mundet tani Veliaj me këtë të shkoj prapë gjykatë kushtetuese dhe të kërkoj prishjen e vendimit gjykatës lartë? Jo. Pse? Sepse unë e thash pak më parë, po e ripërsëriset një herë. Sepse jo, e di pse e them këtë? Duke ndjekur, kam ndjekur më shumë vëmendje atë seancë shtatorëshe, tetorëshe, për mua ishte, unë kam njohuri modeste për temi jurisprudencë dhe kushtetuese sigurisht. Me zotin Rusmali, ai është personazh ndarës, nuk është bashkues, por me thënë të vërtetën, mu duk sikur na dha të gjithëve ne dhe atyre gjykatës kushtetuese një leksion të jashtëzakonshëm ligjor.
dhe kushtetues, mu duk mua. Po më fton tani të komentoj atë. Jo, nuk besoj që do e komentosh. Por nga ajo që kuptova, nga ajo që kuptova nga zoti Rusmali dhe nga bisedat gjatë që kanë pasur me juristë shumë vjetë si Njerëzi Jau, më thonë që qëndron tek ideja që ajo padi nuk duhet ishte pranuar në gjykatë kushtetuese. Nëse ma lejon, por në momentin që ajo pranohet, dhe për më tepër pranohet kryesisht edhe në thelb, siç u pranua sot, jo totalisht, por kryesisht, kjo je prap drejtën, jo vetëm zoti Velia, por çdo personi tjetër që shkojmë në këtë gjykatë kërkojë drejtën e vet. Duke praktikisht duke kthyer de facto gjykatën kushtetuese ashtu siç de jure nuk është pjesë e sistemit drejtësisë, se këtu keq kuptohet. Se gjykata kushtetuese është pjesë e sistemit drejtësisë, por nuk është. Por ky vendim kur që momentin që u pranua, de facto e kthen gjykatën kushtetuese pjesë të sistemit drejtësisë. Pra unë mendoj që në këtë moment ose kam dyshime dhe dilemën që zoti Velia ka drejt të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe të kërkojë prishjen e vendimit të gjykatës së lartë. Duke e qitur gjykatën e lartë praktikisht në vend dytë. Jo gjykatë lartë, gjykatë çik lartë. Okej. Që mund të shkojë në gjykatë kushtetuese, mund të shkojë. Mos harrojmë një gjë. Zoti Velia është sot aktor i dy procedimeve, dy proceseve, që nuk janë as paralele. Madje do thosha të kithta. Njëri procedim është procedimi penal. Raporti i tij me SPAK-un, GKK-on, apelin, gjykatën e lartë. Çështje penale. Tjetri, kjo e shkarkimit, është e natyrës administrativo kushtetuese. Tjetra është penale. Dhe nëse të kuptova drejt, më duket se bëre lidhjen që me që tani në aspektin administrativ kushtetues pati një lloj fitoreje, ta përdor këtë edhe në jo. Sepse këtu ajo çfarë gjykoi ishte a është shkarkimi në mbështetje me kushtetutën apo jo? Po kërkoj si individ, nuk u shtuar çështjen parim. Si kryetar? Po, patjetër, nisu nga rasti i tij. Nga rasti i tij sigurisht. Po a mundet të çdo qytetar ta bëjë këtë? Shkoj ta bëj, çdo qytetar mund ta bëjë tani këtë tuti. Po, s'janë pranuar pra. Pra mund të shkojë sot një qytetar dhe thotë, mu më kanë marrë pronën, ku diun, i ndriti dhe du t'ja kërkoj pronën. Ne ta them kështu, edhe për një sugjerim fare të vogël edhe për këshill juridike. Në qoftë se nuk ka një rrugë tjetër në sistemin gjyqësor, s'ka. Se jep një fi. Gjykata lartë, ja hedh poshtë. Atëherë, rregulli është ky pra, do duhet të eksploroj trajektoren brenda sistemit gjyqësor, shkallë e parë, apel, gjykatë e lartë, e me radhë, edhe pasi të këtë marruar këto, shkon e troket në gjykatën kushtetuese. Në qoftë se ligji, akti, veprimi, çrëndsi ka, nuk ja njeh mundësinë që të shkojnë në gjykatë shkallës parë, apel e gjykatë lartë, mund të shkojë direkt në gjykatë kushtetuese dhe ky është segmenti penal, ka gjithashtu dy kursi. Kurse segmenti penal ka masën e sigurisë dhe vetë dosja. Okej, tani se këtë desha të thosha. Tani ajo që po flisje pak më parë për gjykatën e lartë, me shumë gjast ka të bëjë për masën e sigurisë. Po se s'ka gjyq akoma në themel. Për masën e sigurisë, që do të thotë, a ka një akuzë, a ka një dyshim, pastaj, a ka një rrezik se mund të prish provat, pastaj, a mund të largohet nga vendi për t'u shmangur drejtësisë, apo të mund të kryej një vepër tjetër, këto tre arsye janë, që të mbajnë në paraburgim, unë them që tashmë me këtë vendim, përkundrazi asaj që po thoje ti, ai është ende kryetari i bashkisë. Po, sepse ky është thelbi i padisë. Dhe duke qenë ende kryetar i bashkisë, rreziku potencial që ka analizuar gjykata shkallës parë, apeli apo dhe gjykata e lartë, se mund të intimidoj dëshmitar, të prish prova, të mund të apo të mund të kryej një vepër penale, ekziston për sa kohë që e ruan veladonin e kryetarit bashkisë. Ndërkohë, pra për ironit fatit, ai ti thua ky lloj vendimi e Lebron jo vetëm që nuk e ndihmon se s'kan lidhje, janë të kifta, po përkundrazi një mendje tjetër mund mendoj që është të njëjtë situatë. Zoti Alibe e kanë mbajtur në burg vetëm me dyshime dhe pa e pasur fare të pandehur. Imagjino me gjithë këto vendimet. Tani bëjmë një seri të fundit se e kam dëgjuar këtë historinë fare pa akuzë se më është përsëritur tani. Tani vetëm këtu, pastaj më del këtu shpirti i juristit tani. E kam dëgjuar këtë histori pa akuzë. Të njëjtën gjë ka Edi Ramën, më fal. Po, Edi Ramën. Po citojnë Sali Berishën. Po citojnë Ilir Metën. Gjithë pretendimi këtu është. Pa akuzë.
Nuk ban njeri pa akuzë në këtë sistem që kemi, edhe pse mund të mos jetë kaq i shëndetshëm. Sepse të gjitha persona kanë pasur akuzë dhe kanë pasur pozicionin e të qenë person në që e thoheshin pa emra fare brenda. Jam duke u munduar të them diçka shumë të thjeshtë që atë se çfarë thot kodi i procedurës. Jo pra. Skënder, Ilir Meta dhe Erion Veliaj, kur janë marrë, dhe Sali Berisha, kur janë marrë të pandehur? Sa kohë mbasi ndaj tyre është marrë mas sigurie? Ja këtë më thoni ju. Jo në rregull, Skënder, një mesazh që vjen nga një punojës e bashkisë, thotë në bashki kemi kontrolin e lartë shtetit që nga qershori 2023 për auditim. Kjo është një mundësi, ti kthemi diskutimit të mparshëm, që po thosha unë, a mund të bëj një auditim Këshilli Ministrave? Po, me që nga dhe Këshilli i lartë, kontrolli i lartë i shtetit, po, kjo është rruga kushtetuese. Por ama duhet jeti sinqert. Duhet jeti vërtet i bazuar në fakte. Jo, i sinqert, si shoni mos fshihet pas Këshillit Bashkiak. Dhe aty jo të fshihet, por ta marr atë raport eventualisht nëse del fajtor, nëse del me shkelje, nga KLSH-ja, Këshilli i Ministrave ka për detyrë mësë ndaj nëse aty ka shkelje, që bëjnë tot, kaq minus nga fondi i... Pra Edi Rama duhet jetë tani sinqert, nuk ka më t'i bi rrugës, duhet dali për balë, ose për ndryshe... Ose për ndryshe balë... Se KLSH-ja, në shkelje... Pastaj së bashku me ne presit që njës të shtatë. Po duhet shkoj ke ministrat, po duhet shkoj ke Këshilli Ministrave. Të ta them? Po sepse unë paka shumë e di. Oke, ja po ta them unë. Sa muaj mbasi është futur mu? E kuptova, sepse bjen ndoshta edhe nga paftësia për të lexuar ligjet për shkak të profesionit. Po ta them unë që ka këtu e 20 vite më parë, një vendim unifikues i gjykatës lartë ka thënë një gjë që është monumentale. Për gjithë personat të cilat kanë statusin i pandehur, që do të thotë dhe formalisht prokuroria i ka depozituar, i ka dhënë aktin e akuzës, nenin 1, 2, 3, 5, është i barabart me statusin e personit nën hetim dhe si Veliaj. Si Meta. Si Berisha. Që në momentin X, kur ndaj tyre është marrë një mas sigurim, kam pasur statusin e personit nën hetim me akuza qartësisht të shkruara dhe të identifikuara në regjistrat e prokurorisë. Misëm duhet shkojmë... Kjo nuk shon asgjë. Kjo nuk është e vërtet, po nëse nuk ka problem. Ja ku kemi Kadiu në mes, edhe mund të unë gjykatës një juristë nuk bëhem do. Çështjet e ligjit dhe ka qenë një nga gjërat më të shqyrtuara se çfarë akuzash zyrtare kanë këtë njerëz, dhe nuk kishin akuza zyrtare. Nuk kanë pra akuza. Si që tha Indrit Hoxha, ky kaos në kampin e socialistëve duhet cilte fes në kampin e demokratëve. U përshprap festa. Për këtë flasim me njerë, pas publicitetit. Rikthehemi në Real Story, flasim pak për rebelimin tjetër të ndaj Partisë Demokratike në Vlorë sërish, po sërish kësaj radhe brenda Partisë Demokratike pas temi deklaratës sport të Bujar Leska, që le temi është një nga luftarët e fundit, klasik pra të politikës shqiptarës në mos Partinë Demokratike, largimi i tij sigurisht Artidin e kemi sërish të Artit Hoxhën, kandidatin e Partisë Demokratike në Vlorë nga lista e hapur, i cili pritet ta marrë mandatin vitin 2027, po vetëm për një updatim fundit, duket se ka dalë më në fund Andon kontrata 8 muajsh, pas 8 muajsh kontrata e pagesës Partisë Demokratike ndaj Kris Laçivitës. Po, kanë dalë pagesat. Në fakt, çuditërisht kanë ardhur të dyja raportet financiare të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në të njëjtën kohë, pas një bllokimi të çuditshëm në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E kanë këto, intuitën që merren vesh në distancë, e kanë sistem elektronik. Megjithatë, rezulton se Partia Demokratike ka paguar në total 1.4 milion euro për shërbimet e Kris Laçivita, ish fushatuesit të Donald Trump. 1.4. Për fushatën e zgjedhjeve të 11 majit, janë kryer 4 pagesa. E para është kryer një ditë pasi ka ardhur Kris Laçivita në Shqipëri, pra një ditë pas prezantimit në Tiranë. 2 të tjerat janë paguar brenda një jave në mars, pra para ardhjes së dytë të Kris Laçivita në Shqipëri, dhe e fundit është paguar
pas zgjedhjeve, më datën 26 maj, nga 1.4 milion euro, Partisë Demokratike fushata në total i ka kushtuar 2.2 milion euro, rezulton është Pra, fushata me tre touchdown që ka bërë Lekris Lachivita në Tiranë kanë kushtuar 1.4 milion. Ndërkohë, vetëm 800.000 tjera janë shpenzuar për pjesën tjetër për mitingjet dhe për fushatën në përgjithësi. Po, ndërsa fushata e partisë fituese, Partisë Socialiste ka kushtuar... Rimte Partia Demokratike, me që mos humbim kohë. Krahasimi pastaj e tregojnë rezultatet. Për kuriozitet, sa ishte thjesht më duhet? 1.6 milion euro. 1.6 e gjithë e gjitha, po. Okej, shifra që duket, se pastaj opozita thotë që ka ndikim edhe pushtete etj etj. Prandaj thash mos ta hapim këtë temë se zgjatet shumë. Artit, 1.4 milion euro për zotin Lachivita dhe 800.000 euro për gjithë ju bashkë. Si duket kjo shifër? Duket një shifër normal, as pak e egzageruar, me thënë drejtën më duket jo normal që ka deklaruar Partia Socialiste, një parti e cila dihet të shpenzon shumë të mëdha para sa i përket fushatave. Normalisht në një fushatë elektorale në cilën partitë opozitare kanë vështirësi financiare, për shkak të turizmive dhe presioneve që zhvillohen edhe ndaj biznesit, është e vështirë ata të afrohen dhe të financojnë partitë opozitare. Mendoj që shifra e deklaruar nga Partia Socialiste është një shifër të çarake, për shkak. Për shkak edhe të angazhimit, po edhe shpenzimit që ne kemi prekur në teren, jo thjesht nëpërmjet media. Po, thjesht ideja që 1.4 për Lachivitën, 8 Edhe 6 kompanisë. Jo, 6 është ajo kompania është tjetër. lobimit. Po flasim për këto që është kompania lobimit, flasim për Lachivitën, me që Lachivita pati angazhim më direkt në fushatën. Ajo kishte efekt, po efekt indirekt. Kurse Lachivita erdhi 3 herë mos gaboj këtu dhe ka marrë 1.4 milion euro. Ndërkohë për gjithë që jeni marrë me fushatën për muaj tërë, jo vetëm ju Vlorë, po në gjithë Shqipërinë, përfshi edhe Tiranën, 800.000 euro. A mendoni që ka diçka që duhet rregulloj Partia Demokratike në gjithë mekanizmin e saj funksional? Le të themi Partia Demokratike besoj ti e di mirë siç e dim dhe ne që ka qenë gjithmonë një makinë forte elektorale dhe ka qenë opozit. Por duket që fokusi i kësaj radhe e fushatës ndoshta u investua më shumë dhe nuk e di çfarë efekti pati edhe në Vlorë, për shembull, një gjë e tillë. Pra, po flas për Vlorën ku ti e përballur direkt. Unë mendoj që investuar më shumë në këtë tek Kris Lachivita, sa i përket edhe sulmit që ju bë Partisë Demokratike, qysh nga viti 2021, që edhe përqendrimi i kundërshtarit ton ishte sa i përket propagandimit apo po themi reklamimit të non-gratës së sekretarit Partisë Demokratike. Mendoj që kjo ka qenë një strategji e zgjedhur nga fushat bërësit të Partisë Demokratike. Mendoj që ka dhënë dikim, nuk është se s'ka dhënë dikim, jo ai që ndofta do duhet të ishte dhe ndofta do duhet të perceptojë, sepse edhe për shkak të vështirësive që kanë njerëzit në të kuptuar, mendoj, sa i përket njerëzve të cilët bëjnë fushata, ky është një njeri i cili i ka dhënë provat në një nga vendet më të mëdha dhe më demokratike në një fushatë teje të vështirë në Shtetet e Bashkuara për një rikthim të Donald Trumpit. Mendoj që ishte një gjendje Partisë Demokratike pavarësisht të rezultatit, sepse tek rezultati nuk varet vetëm po themi idet apo strategjia e Kris Lachivita, apo ndërthurën pasaj mekanizmat që përdor pushteti për të kjetërsuar voto, për blerë, intimidime, tjera. Atyrë, megjithatë, nëse më shpjegon pak, çfarë po ndodh realisht me PD-n e Vlorës, se duket që zgjen. Pra, le të themi kemi temi të gradën sot shumë fort zotit Leskaj, pra unë që e njoh nga armë nuk kisha në befasi, plus që ai ka qëndruar kësaj gjoje besoj që nga rizgjedhja e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike, fakti që një tjetër pra